Shtëpia e fundit ku ndalova ishte shtëpia e lumes, të cilën e gjeta duke mbledhur domate në baçën e saj. Ju si quani? Unë jam Lumja. Lume! Lume mund që të gjeta. Lum ti që erët e kunë, pra, qatë të Me çfarë po merresh? Tani po merrem qik me baçën. Çfarë ka baçja jote? Baçja ka, ç'as ka këtu? Tani po mbledh të domatet. Ja, shifi si ke domatet. Tani mua më kanë thënë që domatja është, domethënë unë jam nga Lushnja. Lushnja ka shalqirin, mua më thanë Shëngjirgji ka domaten. Është e vërtet? Është shumë e vërtet. Ja, shife tani. Që ka super kokër. Si tjetë më mirë. Ne kemi edhe një domate. Mund ta ha, unë ta provoj tani ta laj? Po patjetër. Ja, një sekond se ke edhe këtë domaten që është kështu e verdhë, që është domate autoktone, e vjetër. Oh? Po. Si quhen këto? Janë dy lloje të ndryshme. Nuk e di të ndryshme janë, po kjo është domate shumë e vjetër. Që kanë si mandarina. Shumë e vjetër, është shumë e ëmbël si domate, po është. Kurse kjo është një domate që, me thënë drejtën, kjo është si e zezë, por shumë e ëmbël, është në Spanjë kemi marrë farën e kësaj. Në Spanjë? Po. Ju, prej sa kohësh jetoni këtu? Unë jetoj të paktën prej 15 vjetësh këtu. Burri ka më përpara, po unë kam 15 vjet jetoj. A keni fëmijë? Kemi 2 fëmijë, i kemi një emigrim. Ku janë? Janë në Spanjë. Oh, la muchachos! Si, yes. Super. A shkojmë provojmë domatet? Po patjetër. Ti degustojmë? Po patjetër. Se ju do provoni dhe ato glikot e mia. Me vërtet? Po pse si kujto? Ke gliko? Po. Ua, super! Ka marrë në vendin e duhur. Shife ja ku i ke domate, se sa i kam mbledhur. Të ndihmoj unë. Domatën dim ta hapim, nuk kemi kaq qytet. Ashtu, Gëzuar të gjithëve. Me domate? Shije, vërtet 100% domate. Është domate vjetër, do të thënë fare vjetër. Tani, kemi llojin e dytë. Domatja e verë. Kjo është shumë e vjetër, kjo është shumë e vjetër, vetëm se vjen pak si ëmbël dhe ka shumë ujë. Po, që ka shumë e ujshme. Provojmë dhe të fundit. Edhe ke, mirë është. Shumë e mirë. Kjo që ka shumë e mirë. Shumë e mirë është. Pavarësisht pas ka një shije si ta ha. Po, duket sikur preferoj unë. Duket sikur është e papjekur, kështu, po jo shumë e mirë. Kush ka pas idenë e biznesit i parë? Im shoq. Ai e ka pas im shoq. Ju si jeni njohur? Ne, është histori e gjatë ja. Nuk jeni njohur me mbledhëri? Jo. Çfarë mbledhëri? Me vërtet? Po jo, mos i me mbledhëri. Si, me një shikim kështu. Jo, me shikim. Me 2-3 shikime ndoshta. Me 2-3 shikime, pra nuk kre me shikimin e parë. Ja. Besoj ja ofron dhe turistave për mëngjes ose... Jo për mëngjes. Këto zakonisht kërkojnë diçka mbasdite. Mbasdite. Mbasdite dhe ja unë nxjerrin këto. Si reagojnë kur i provojnë? Po ju duket çudi. Kur i thua për glikon e arrës njerë, thua arë, si ka mos i është bërë arra kështu. Do t'ja u thua që domethënë është e njom që bëhet kështu pastaj. Arën pëlqejnë shumë edhe shalqinin e pëlqejnë, të gjitha. Si komunikon ti me turistat? Me Google Translate. Me Google Translate? Super! Ua, një sobë druri! Po gjaku shifti, lëre sobën e druri. Ku e ke o gjakun? Ja, wow, gjaku! Po këto qa janë këto këtu? Tranash kjo? Trana. Ua, perfekt. Po si ka mundësi që një përmetar mos bëj trana? E vërtet. Po ky është brum ky? Ai është brum për trana tjetër. Brum për trana tjetër. Po. Pra ti nuk ndalon trana pas tranaje. Po. Pas ke dhe veshje tradicionale, a janë të zonës këto? Këto janë të zonës, janë shumë të vjetra. Duken. Sidomos ato çorapet. Janë mbi 100 vjet. Jo, vërtet? Po. Këto çorapet e kuqe? Ato çorapet aty janë mbi 100 vjet. Çfarë thu? Po si keni gjetur? Ai ka trashëguar burri juaj? I ka pas majt vjera ime shumë. Vjera. Po. Atë zhlodhin ndonjëherë puna që bën këtu për Asnjëherë nuk më lodh. Nuk arriti ti bëj punët kur shkoj për të jetuar ndar, se kam mbetur dhe kjo pa bërë dhe kjo dy bëj nesër mëngjes. Sa e mirë. Po për zotin. Se s'të pyeta, ti ke ardhur këtu nuste, po me origjinë nga je? Nga Përmeti. Ua, po tani bën sens çdo gjë, një përmetare kam. Jemi gjithë patriotë.
Tani ti bëre gjithë këto për mua, unë do të hap pak karrigen të ulesh. Shumë faleminderit. Futa edhe një trëndafil nga Ke Basha. bërë shumë mirë, por nuk janë shumë të mirë trëndafilat. Për ty. Shumë faleminderit. Jemi Ku kemi në ngelur? emisionin Lume Food. Cili është ushqimi i preferuar nga të gjitha këto likot? Jo ti. Imi është arra. Arrat, do e përvoj të fundit arrën. Po, ta nis me shalqirin? Nisem atë me që nga lushnja. Me që jam nga lushnja. Shishi. Gëzuar për shëndetin tënd. Faleminderit. Edhe juve punë të mbarë. E një rakin hiç. Si? E një rakin. Po, e një. Dita dallosh. Kjo është për mendimin tim është pak e fort, po jo shumë. Po që unë si një rakidashës e përballoj. Rakidashës? Ka qiri ti rakidashës? Bëj shaka, por nuk është se i them jo. Shumë mirë. Atë e ke patlıcan. Seriozisht? Po. Provojmë tani domaten? Provojmë fikun? Tani arrën si e ke bërë, kjo është lëvore arre? Jo, lëvorja është hequr aty. Ti më the që kjo ishte e preferuara jo, Po. të shohim do jetë e preferuara ime apo jo. Po që dhe mua më pëlqen shumë. Pasërshia. Te kukra e parë nuk ndjeta, ke e dyta, ke e treta, Ke shikoj. dyta, gëzuar. Të bëf të mirë gëzuar. Me ti, a i ke martuar fëmijët? Po, vetëm vajzën ka martuar Vetëm djalin. vajzën. A ke bërë dasëm? Jo, vajzën? nuk kam bërë dasën. A ke pas një ëndër të bësh një dasëm të bukur këtu se ambienti Jo. është shumë i bukur? Jo, jo. Nuk je nga këto Jo. nëna tradicionale që duan të bëjnë dasma jo, për edhe po të fëmijët. bëj, domethënë për djalin, diçka të vogël, nuk jam kështu, por nuk e di, këtu kështu jam. Se mos gjen në një spanjoll e djali. Nuk e besoj, ne shqiptarët nuk parangjisim me spanjollët. Nuk ngjisin? Jo. Se mos janë shumë të lëvizura ato çka kanë se ti ke qenë vetë në Jo për Spanjë. televizora. Është puna se djemt shqiptar jam mësuar që keq, i kemi mësuar në nënat shumë. I keni përkëdhelur, Shumë i sepse kemi edhe mua përkëdhelur. mami më përkëdhel. Po. I kemi mësuar në që keq, kështu dhe jeta sot nuk bëhet vetëm. Jeta është, sidomos në çift, do të punojnë të dy, do të jenë të prekupuar për familjen të dy. Cili është se ne sekreti? shqiptarja. Sekreti një marrëdhënie suksesshme në A çift. është marrëveshja me njëri tjetrin, nuk e di, do të jenë të pastër, të çiltër me njëri tjetrin, ndihmojnë njëri tjetrin çdo kohë. Ajo Pra ti një skuadër Po të dy. patjetër, po patjetër. Nuk ka kjo punë takon mua, kjo të takon ty. Ty puna do bëhet doradorës, po deshet kalosh mirë. Po Ne shqiptarët e kemi çik si me zorat, na duket sikur na urdhëron nusja. E kuptoj. Bëj këtë, bëj atë. Ti do doje të urdhëronte nusja? Mua? Po. Jo të më urdhëronte. Po të ketë më zërin e kërkonte. saj. Po, patjetër ta ketë zërin e saj që shkemi atë punë. Lume, cili është një mesazh që ti do t'i jepje të gjithë shqiptarëve? Pra nëse e gjithë Shqipëria do jetë duke të parë ty tani dhe duke të dëgjuar. Një gjë, një mesazh që ti do t'i thoja. Duajeni vendin tënd. Punoni për vendin tuaj. Sido që t'jetë puna, vendi jot nuk të lë pa ushqim, pa bukë. Sido që t'jetë. Atje ka shumë më të mira, po që unë ndjehem, nuk fitoj shumë, po ndjehem shumë e kënaqur. Jam shumë mirë. Ndjehem shumë mirë. Të falenderoj shumë. Shumë faleminderit edhe juve. Shumë faleminderit edhe juve dhe punë të mbarë. Ándale.